Si e keni parë propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për një qeveri nacionale dhe tranzicionale? Pra në vend se tesin për para, ta propozojmë të shkojmë mbrapa. Vullneti i qytetarëve të Kosovës ka tregu që kryeministri Kurti është lideri më i votuar prej shpalljes së pavarësisë Kosovës, më shumë se sa presidenti historik Ibrahim Rugova, më shumë se sa Vjosa Osmani, dhe kjo që po them nuk tregon arrogancë, përkundrazi, ajo çfarë propozon Lidhja Demokratike e Kosovës është ta themi devijim i vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne kemi dëshmuar që nuk jemi bllokues, përkundrazi, në formë transparente kemi kërkuar koalicion nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Mirë po, ajo po dëshiron që të kthehet mbrapa dhe sigurisht nuk don të ecë para pa PDK-n e Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Zgjidhja është që të hyjmë tash në sallë, me qenë se gjykata kushtetuese, ose ta themi më mirë, aktvendimi i gjykatës kushtetuese e precizon qartë që të parit i takon kryeparlamentit. Pastaj në pjesën tjetër kur fillojnë të rrjedhin afatet, pra fillimisht i joni me 15 ditë, të provojmë pra ta qeverinë. Nëse jo, ata e kanë mundësinë, dhe nëse jo e dini opsioni i fundit, pra janë zgjedhje. Të shkaq që thjesht për ta përshkruar me 3 fjali. Po nuk mund të lëshohet rrugë për emrin e kryeparlamentarit sepse ajo është në dispozicionin tonë. Ne jemi si subjekti fitues. Pra nuk mund të thirret në marrëveshje në një konvencion emri cilët i takon pra në këtë rast subjektit tonë politik. Po subjekt fitues në kuptimin asoj që ne i kemi 48 deputet që nëse i heqim minoritetet, pra partitë minoritetet përfaqësues, i bie që t'jemi domethënë 48% e përbërjes së shumicës parlamentare. Po nuk është. Ajo po dihet. Po pra jemi partia edhe më e madhe, por edhe fituese. Pse një koalicion që ka propozuar LDK me gjitha partitë shqiptare, do të ishte më pak i dobishëm se sa një koalicion veç me LDK-n që keni propozuar? Sepse kjo na kthen mbrapa. Çfarë aspekti mbrapa? Kjo na kthen mbrapa sepse të tilla raste bëhen në gjendje të jashtëzakonshme të luftës së tragjedina çadion. Apo kupton? Pra, dështimi i 10 me radhë është i zakonshëm po thonë? Jo, nuk është i zakonshëm. Dështimi i 10 me radhë, mos harrojmë, nëse e marrim në analogji për shembull qeverinë e cila është krijuar nga pane na 6 muaj kemi prit. Përposa asaj natën, na vator lista serbe në orën 12 njëtë natës nëse ke qenë gazetar atëherë, unë kam qenë deputet, çdo kemi prit edhe kanë votuar. Edhe diçka tjetër, dua të përmend në analogji vitin 2014 kur Lidhja Demokratike e Kosovës e pa të lëshu Vlanin në atë kohë, dhe çka pa ndodhur pas shku në PDK dhe në te lista serbe, 3 marrëveshje të para kanë qenë. Brana 3-4 muaje të filloi pra themelimi i asociacionit e para, e dyta zavend shefi i AKI-s të jetë nga radhët që përcaktojnë pra lista serbe, edhe të hiqet pra privatizimi në veriun e Republikës së Kosovës. Ndërsa me ne, pra kemi sigurisht me dallimet politike programore që kemi, megjithatë është dashur të ulemi në një tavolinë të diskutojmë. Pra, mos ulja e zotrit Avdixhikut në qoftë për t'i thonë jo, qoftë për të gjetë se duhet të ulesh në tavolinë edhe me mundësi të tjera, pra ku ke dallime ose të tilla gjëra, madje mund të ulesh në tavolinë për ta propozuar për shembull edhe një datë të zgjedhjeve. Kanë frikë nga zgjedhjet në anën tjetër, dhe në anën tjetër propozojnë gjëra koti. Faleminderit shumë. Do të uleni në tavolinë për qeverinë unifikuese? Jo, nuk kemi çka ulemi, kjo është devijim i popull. I vullnet po. Atëherë shpresoj kështu ndodhet. Kemi ndjekur Arber Rexhajn që ka ndërtuar